Nën Tereza lutej në Shqip, rrëfimi i Liri Berishës udhëtonte gjithmonë me pasaportë shqiptare. Një moment i rrallë prekës është ndarë nga Liri Berisha gjatë një interviste ku ajo foli për takimin e saj me motrat e Nën Terezës dhe lidhjen e veçantë të shenjtores me Shqipërinë. Ajo kudo që udhëtonte me pasaportë shqiptare. Nuk di të them se ku e gjeti dhe si e gjeti, por kjo më ka bërë shumë përshtypje, ka thënë Liri Berisha. Ajo tregoi gjithashtu për një vizitë në Budapest, ku ishte ftuar nga zonja e parë hungareze për të inauguruar një bust dhe një rrugë me emrin Nën Tereza. Ajo atje takoi motrat e saj, të cilat ruanin disa nga sendet personale të shenjtores. Njëra prej motrave më tregoi cepin ku Nën Tereza lutej çdo ditë. Ajo fliste në një gjuhë që ato nuk e kuptonin. Kur e pyetën motrën Nirvana, ajo tha, nuk e kuptoni, sepse ajo flet dhe falet në gjuhën e saj, kujtoi Liri Berisha, duke shtuar se gjuha për të cilën bëhej fjalë ishte gjuha shqipe. Ky rrëfim jo vetëm që nënvizon lidhjen shpirtërore të Nën Terezës me rënjët e saj shqiptare, por edhe sjell në dritë një detaj të jashtëzakonshëm. Ajo nuk e harroi kur kombin nga i cili rrithe as në lutje, as në dokumenta, as në zemër.